Përcaktohet renditja e partive në zgjedhjet në vitin 2025 në shortën e hedhur në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Koalicioni drejtuar nga Berisha do të jetë i pari në fletën e votimit, ndërsa Partia Socialiste do të mbajë numrin 5. Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se Partia Socialiste ka skuadrën më të mirë dhe se bashkë me diasporën do të fitojë 1 milion vota. Në takimin me kandidatët për deputet të qarkut të Tiranës, ai theksoi se në 11 maj fitoria do të jetë me notën 10. Sali Berisha u paraqit në SPAK në zbatim të masës detyrim paraqitje. Ai tha se amnistimi i krimit elektoral është atentat ndaj zgjedhjeve. Për përgjimet ndaj Veliajt u shpreh se redaktori ishte Rama, ndërsa Ulsi Manja vendosi çimkat. Në muajin shkurt eksportet janë rritur me 4.3% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Sipas Institutit të Statistikave, në këtë rritje ndikuan mineralet, lëndët djegëse dhe energjia elektrike. Në Maqedoninë e Veriut nis java e zis për viktimat e tragjedisë. 51 prej të plagosurve u dërguan për kurim jashtë shtetit. Banorët protestojnë në Koçan të revoltuar duke kërkuar që përgjegjësit të dalin para drejtësisë. Shqipëria ka nisur zyrtarisht përgatitjet për takimin ndaj Anglisë. Sulmuesi Arber Hoxha dhe mesfushori Julian Shehu u shprehen optimist për një rezultat pozitiv në sfidën e 21 marsit. Ndeshja transmetohet ekskluzivisht në TV Klan.